Ish deputetja italiane dhe mbesa e diktatorit fashist Alessandra Mussolini ka fituar reality show Grande Fratello, siç njihet gjerësisht si Big Brother. Mbesa 63 vjeçare e diktatorit fashist Benito Mussolini u shpall fituese gjatë finales së madhe së mbrëmjes së kaluar nga 15 konkurrentë pas 1500 orësh transmetimi televiziv. E shijova gjithçka në maksimum ashtu siç isha. Nuk pendohem për asgjë, tha Mussolini duke e shijuar suksesin e saj në stacionin televiziv privat Mediaset Kanal 5. Mussolini do të marrë një çmim prej 100.000 eurosh, ku gjysma e këtij çmimi do durohet për bamirësi. Mussolini ishte anëtare e Parlamentit Evropian të Europës, por gëzonte të dy dhomat e Parlamentit Italian. Ajo si fillim ishte anëtare e një partie të vogël antifashiste të ekstremit të djathtë, derisa ju bashkua partisë Forza Italia të ish kryeministrit Silvio Berlusconi. Tani ajo është pjesë e partisë së krahut të djathtë populiste Liga, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës.